Mëngjesit gjithëve, ora është 5:30 mëngjesit. Zotëria që është banor në Tiranë është ngritur sot mëngjes në merak sepse ka parë atë dhunën që ndodhi dje kundrejt nesh nga policia e shtetit. Edhe erdhi sot në mëngjes tha isha në merak, doja të shikoja se si ishit, a ishit mirë apo jo. A që për të këtë? Nesh për interesime dhe për të mbarë. Ja pra, Shqipëria ka plot njerëz të mirë, ku mbështesin ata që luftojnë për drejtësi, ku janë në merak, sepse nesër, ajo që ndodhi dje aktivistëve, vajzave të protestës, mund të ndodhi nesër edhe fëmijëve tuaja ose vajzave tuaja. Kështu që në vend të na kritikoni, bashkohuni të luftojmë për drejtësi kundra një shteti që nuk ekziston. Vetëm shtet nuk mund ta quajmë këtë. Mund ta quani në të gjitha format, po vetëm shtet, sepse ky është shtet që vret. Falenderoj zotrin këtu për interesimin edhe ju uroj ditë mbarë. Shalom bar, gjithë kush mund të i mori.